Ditën e gjykimit kur dalin të gjithë krijesat para Allahut xhaleshan. Thoshte dikush, subhanallah, thoshte dikush, thoshte e kush e ka pa, thotë se do të ketë ditë ringjallje dhe gjykimi. Tash vallai thash edhe unë se kam pa, me thon drejtën. Po pasha Allahun ai Zot që na krijoi edhe që na zbriti Kur'anin i qofshim falë dhe na dërgoi profetët, ai na ka treguar neve. Dhe fjala e tij është hak. Edhe është e vërtetë. Por unë do të them diçka. Nëse ty të ka marrë leje dikush kur erdhe në këtë dynja, a do vish apo s'do vish dhe patë ndorë diçka? Apo erdhe direkt në dynja dhe e gjete veten këtu në dynja dhe ta falën jetën? Subhanallah. Nëse ty të ka marrë leje dikush për të ardhur në dynja, atëherë ke drejtë thash Allah. Pasha Allah unë s'ka për të marrë leje askush edhe do ta shofësh veten para Allahut xhaleshanu. Jo, po jetën time kam në dorë, di unë që e ke në dorë jetën tate, po. E ke në dorë, për shembull, me bën një gabim fatal me i dhon fund jetës ose me dëmtu veten tate. Trupin që e kemi amanet këtë jetë, këtë durat pa çmuar që na fali Allahu xhaleshanu që ai shumë mund të bëj mirë neve gjatë ditës edhe gjatë natës tonë. Ta përdorim për mirë këtë amanet madh që na fali Zoti. Po mirë vllai imi thash. Sa lodhesh ti që me mor frym? A lodhesh me mor frym? Me majt menin, shiko kujdes se mos harrosh me mor frym se vdes. As nuk lodhesh fare, subhanallah. A lodhesh për qarkullimin e gjakut apo e ka kriju Allahu vetë dhe hecën vetë? A lodhesh për aparatin tretës edhe për të gjithë ato fenomene që ndodhin në trupin e njeriut, gjithë proceset që mbajnë jetën tënde gjallë, për qelizat, për të gjitha gjërat që Allahu xhaleshanu si e furnizon trurin me gjak e si e çon ushimin nëpërmjet gjakut në trupin, subhanallah. A lodhesh në një sekond, shiko maje menin aty se mos dalin në një gjë keq, se mos ikën nga krau tjetër, subhanallah. Po mirë, në momentin që vje funi, se kush o ai që do me vdek, gjithë njerëzit duan me jetu. Gjithë duan me jetu jetën. Në momentin që vjen momenti me adërzu shpirtin Allahu xhaleshanu, bëhuni të gjithë bashkë. Me njerëzit më të aftë dhe më të mirë, edhe mbajeni shpirtin. Mos dali shpirti. Jeti trup nuk funksionon, nuk punon. Kur t'ja marrë Allahu shpirtin, subhanallah.